Jemi në Liverpool të Britanisë së Madhe, një qytet i jashtëzakonshëm, qyteti i ëndrave të muzikës, qyteti i famshëm i Beatlesaj. Unë që ju flas jam Alban Kraj. Për ato që nuk më njohin, jam i lindur në vitin 1970 në Shkodër, në familje tradicionale qytetare shkodrane, me vlera të pa diskutueshme patriotike në të kaluarën dhe në të sotmen, një familje fortësisht intelektuale. Jam i martuar me një gru të jashtëzakonshme, me cilën kemi dhe 2 fëmijë. Në vitin 1992 kam qenë zgjedhur president i Unionit Panstudentor për mbrojtjen e drejtave të studentëve kosovar dhe të popullit të Kosovës në përgjithësi, që në atë kohë ishte vuante nën pushtimin serb. Jam i diplomuar në gjuhë shqipe dhe letërsi, ku kam mbaruar studimet e larta në Universitetin Luish Gurakuqi dhe jam specializuar më pastaj në gazetari. Në vitin 1992 kam qenë dhe drejtor i gazetës së pavarur Lajmëtari. Në Itali kam botuar disa libra në gjuhën italiane që kanë qenë të ripublikuar disa herë. Mes tjerave një libër historik, një roman historik mbi Skënderbeun dhe një tjetër që është konsideruar një bestseller për 2 vite rresht në Itali, që ka qenë ai me titull 24 perandor shqiptar në krye të Romës. Për herë kam qenë i angazhuar në perëndim në themelimin e shoqatave të ndryshme për krah emigracionit shqiptar, për mbrojtjen e tyre, për mbrojtjen e identitetit dhe mi gjitha për mos të harruar traditën, gjuhën, që unë e konsideroj si gjuhë gur themeli për gjuhët indo-evropiane në gjithë Evropën. Kemi mbajtur gjallë shqiptarizmën kudo që ne kemi shkuar. Dhe sot ky mision imi është dhe për përhapjen e njohurive që ne të gjithë kemi mbi vendin tonë, por për fat keq shumë herë mbesin të arkivuara në memorien tonë dhe nuk u jepen të tjerëve për të pasur një mundësi më tepër për të u identifikuar me qenurin shqiptar. Ka rreth 8 muaj që kam hapur dhe në rrjetet sociale kam hapur llogaritë mia në Facebook, Instagram, TikTok dhe YouTube, në cilët mundohem që të nxjerr nga pluhuri i arresës personazhet historik shqiptar që kanë dhënë shumë për Shqipërinë, por dhe thjesht ekzistenca e tyre ka qenë kaq e rëndësishme sa që ne na ngrej në piedestal. Jemi mbase populli më unik i kontinentit, që po të marrësh çdo vend të botës, ka shqiptar të suksesshëm, ka shqiptar që kanë arritur të dallohen mes tjerëve dhe të dalin dhe mbi ato që janë vendali. Kjo ishte shkurtimisht ajo që unë jam, ajo që unë bëj, dhe ju përshëndes, ju përqafoj fort dhe ju shtrëngoj dorën miqësisht si shqiptari shqiptar. Ban, besoj atë ngjyrën e kuqe, nëse je në linjë, atë ngjyrën e kuqe e ke për shkak të shqiptarisë apo është ngjyra e Liverpoolit? Që të dyja bashkë. Që të dyja bashkë. Për të folur rreth Albanit, na është bashkuar dhe David Tukiqi, nga ato rastet kur ato personazhet e vizë parë apo jo bëhen të vizë dytë për të nxjerrë të vizë parë ca të tjera të vizë dytë, kështu që pra të vizë dytë bëhen të parë dhe të vizë parë bëhen dytë. Ju do flisni si dëshmimtar, si testimonial për Alban Krajën. Sigurisht. Është kënaqësi dhe nder që ju kam këtu. Si njihni ju episode që... Unë këtë djalë simpatik e kam ndjekur vazhdimisht. Simpatik se juve? Po të që nuk e di, njëni më simpatik se tjetër, më të thënë. E kam ndjekur vazhdimisht në Facebook, duke ditur që e kam një kushëri shumë të afërt, sepse mamaja Albanit, Zyhra Tukiqi, Tukiqi Kraja, është vajza xhaxhait tim, vajza e aq, si themi në Shkodër, edhe atëherë kam ndjek me shumë kurreshtje, jo vetëm se është djali i vajzës sagjës tim,
po edhe sepse më ka bërë përshtypje mënyra se si ai e ka gjetur rrugën e tij për të zbuluar rrënjët tona shumë të lashta. Ne duket se jemi si familje që i kërkojmë rrënjët tona, sepse edhe unë kohët e fundit kam vënë në skenë operën Rozafa, pra që flet për legjendën e famshme të Kalas së Shkodrës, dhe pak ditë përpara me datën 4 prill e vure në skenë. Ju jeni kompozitori? Unë jam kompozitori, në rastin e operës Rozafa, bëra edhe skenografinë edhe regjinë. Ajo është një opera e ri, kemi pamjet, duke të regjistrimit apo jo? Po. Është një opera e ri, konceptuar, apo ju e keni si tush kompozuar tani? Unë e kam kompozuar në vitin 2021, në kohën e pandemisë. Atëherë ka kohë që mund të kompozosh opera, se përndryshe është një mision i vështirë. Sigurisht, është sikur të ndërtosh, unë e krahasoj me një gradacel që duhet të ndërtosh vetëm. Por kam goxha kohë për të bërë një opera, 3-4 vjet, dhe kjo legjend e famshme që e njohim të gjithë, unë jam që në barkun e mamas jam rritur me këtë legjend, sepse ekziston një këngë për legjendën e Rozafës, që po punoshin 3 vëllazër e tjerë që këndon të Bik Ndoja, por e këndon të edhe baba im, Ibrahim Tukiqi, dhe unë kisha ëndër që të shkruaja për këtë legjend. Dhe më së fundi kompozova një herë një koncert për violin, përsëri me titullin në Rozafa, për një vepër instrumentale, që u luajt me orkestrën e radio-televizionit, me violinist Pandush Gjezin, të Ndjerin, dhe me Eno Koçon si dirigent, po ëndra ime ishte të bëja diçka më të madhe, dhe more vesh që Fadil Kraja, dhe i Ndjeri Fadil Kraja... Ju jeni krajan gjitha, apo Tukiqet nuk janë krajan? Jo, Tukiqet nuk janë krajan, po me krajan kemi kryu Shqipëra, sepse vajza Xhaxhait u martua me krajan, dhe ka bërë këto fëmijë të mrekullueshëm që unë do t'i quaja, 3 vëllezërit Kraja dhe 2 motrat e tyre, po të 3 janë bëjnë të pamundur në fushat e tyre me shumë pasion. Trio virtuoze. Trio virtuoze, dhe të kthejmë të Albani, të cilin unë admiroj jo vetëm si kushëri, por edhe si kapacitet, sepse më duket që ai po zbulon këtë lidhje të vjetër që ne kemi me italianët. Pra dhe unë jam bërë qytetar nderi në Itali, dhe së fundi me japin në muin ngusht edhe një titull si artisti merituar i Arbëris, sepse unë kam kompozuar dhe kam plan. Do t'ju pyesi, Oneda, se unë nuk këndi vetën taftë, kështu që t'ju pyes dhe më shumë. Përveç projektit tuaj për Rozafën, besoj kjo është një nga projektit tuaja më të rëndësishme drejt tani. Për të ardhmen, çfarë mendoni? Pikërisht këtë desha të them që ne duket si familje jemi edukuar, ta duam shumë kombin ton, ne i duam edhe komshit, po ne duam në radhë parë veten ton, kombin pra. Është për të vlerësuar gjithë kombin? Jo, i kemi rrajt shumë të lashta. Tonë edhe muzikën. Pellaz, Gilir, dhe tashi shqiptar, dhe më bët qefi që kushërini imi afërt, bën këto kërkime shumë të veçanta, dhe me një italishte shumë të kultivuar, do të toja, të pastër, bile unë kërë ndigjoja në fillim, e dija që e kam kushëri, po mendoha, thash, ky ka lindur Shkodër, nuk ka lindur në Itali, që flet ka i bukur italishten, dhe zbulon vazhdimisht kërkim. Keni dalluar një gjë të tillë te kushëriri juaj në fëmijërinë e tij, sepse ju të them drejtën, jo, kushëri e kam, po ne jemi rritur në 2 qytete ndryshme. Unë Tirana e Shkodër, jemi takuar rrallë herë, dhe tash e zbulova që ky ka këtë aftësi të jashtëzakonshme, do të thotë që rrallë kush e bën në Itali, që zbulon që shumë pap apo shumë gjëra të mrekullueshme i kanë bërë shqiptarët atje. Kjo tregon që ne jemi shumë të lashtë dhe me një popull me shumë kapacitet. Kjo na bën krenar të gjithëve. Bëj një pyetje vetëm për operan tuaj. Jam kurioz me gjithë atë profanitetin tim në fushën e muzikës, aq më muzikës klasike. Via muzikore, ku jeni mbështetur, ku jeni ushqyer, ku keni pirë ujë, domethënë për të kompozuar? Ku mund të mbështetesh tjetër veç se te jaret shkodrane, që janë të mrekullueshme. Bile jare e kanë emrin dhe arje quhen në operat italiane. Operat italiane kanë arjet
që operat italiane janë patrimonio mondiale e humanitetit. Dhe unë ndëroja që 4 vjeç, kam marrë pjesë si fëmijë i vogël tek Madame Butterfly dhe ndëroja që dhe unë të bëja një operë ku njerëzit të qanin. Dhe më duket se ja kam arritur. Kanë filluar, janë emocionuar të paktën në këtë premierë. Shiko, unë ju ja fjalën se ndihem kështu keq që ju jeni, si shtash në vinë e dytë, vinë e parë Albani, ja fjalën që në një emision të arshëm, pse jo, se ky është një sukses i madh. Bësh një operë aq më shumë me rigorozitetin tuaj profesional, ju jeni ndër muzikantët, po themi, më të rëndësishëm, mbetur gjallë, po themi, në shekullin e 21, pra me një karrierë gjatë, edhe si familje, po dhe individualisht, dhe me emrin tuaj lidhem krijime të rëndësishme, por opera sigurisht është maja apo jo e krijimtarisë tuaj. Kështu që unë do është një sukses, se ky emision më përsipër që të evidentoj suksesin e individit shqiptar, kudo që është ai, në Shqipëri, në Evropë, në botë. Albani, që është sot vinë e parë, ju jeni dëshmimtar i kësaj, Albani është duke dokumentuar historinë e individit shqiptar, individit të theksoj, në botë, në Itali posaçërisht, por duke filluar që nga mesjeta e duke shkuar më sot. Dhe për ta kontekstualizuar një pjesë të kërkimet, hulumtimet të Albanit, cilat natyrisht ne do t'i vendosim ato pikat mbi për të treguar që kjo që po bën Albani nuk është një lloj sharlatanerie alla shqiptare, domethënë të kohërave tona, po për ta kontekstualizuar dua që të nëpërmjet mendimin e Mariolës që të shkojmë tek një moment historik i jashtëzakonshëm, që është ashtu quhetur Shqipëria Veneta. Mariola do na japë disa koordinata të Shqipërisë Veneta nga ato që janë, po themin, kërkimet në rrjetet sociale, apo jo thjesht rrjetet sociale, në ato dijen e përbotshme që gjendet në rrjete. Po. Shqipëria Veneta apo Albania Veneta është një term historik, i referohet periudhës dhe teritorit të kontrolluar nga Republika e Venecias në Shqipëri gjatë mesjetës. Në shekullin e 14 dhe të 15, Republika e Venecias ishte një nga fuqitë më të mëdha të kohës, kishte ndikim të madh si në tregti, ashtu dhe në politikën e mesdheut. Venecia kontrollonte disa qytete dhe teritorit të bredetit shqiptar, duke i konsideruar kështu me një ndikim të fortë ekonomik dhe kulturor mbi këtë rajon. Venecianët u përpoqën që të mbajnë kontrollin mbi këtë zonë përmes një administrate të fuqishme, duke përfshirë dhe sistemin e taksave dhe mbrojtjen e porteve të rëndësishme. Kjo kishte vlerë ekonomike dhe strategjike si për tregtin dhe për komunikimin me Italinë dhe me pjesë të tjera të mesdheut. Siç e tregon harta, nuk e di nëse kemi mundësi ta shohim hartën. Këto harta tjetër që ishte para kësaj. Pra ky është libri i Oliver Schmidtit, Arbëria Venedike, e përkthyer nga Indiri Alban Klosi. Pasi që tregon kjo hartë tjetër, Venediku nuk kontrollonte thjesht dhe vetëm viset e Shqipërisë sot me londineze. Por këto viset të ashtu quajturës, pra janë me ngjyrën e purpurt, ishin vise pra që shkonin për gjatë Bregdetit Adriatik, shkonin deri afër Venecës. Do na shpjegoj Albani më mirë që mos bëj unë një gabim. Kështu që ishin një territori gjerë dhe që kishin një emër tim të lidhur me shqiptarët, Albania. Nuk e kishin ta zëmë Serbia, latinisht duket Serbisë i thoshin Serbia, nuk i thoshin Serbia Veneta, po i thoshin Albania Veneta. Pse në mesjet ky territor quhet Albania Veneta? Kjo është arsyeja pse ne nëpërmjet lutem vazhdo, po mundohemi që ta ngacmojmë atë kurreshtin e teleshikuesit me po në fakt ky kontroll venecian mbi Shqipërinë ishte i fuqishëm, por në fakt ai filloi të dobësohej në shekullin e 16, kishte disa Shqipërinë veneciane, po e quajmë, mbi Albania Veneta, po. Kishte disa shkaqe, ishte si kërcënimi nga osmanët, gjithashtu ishin dhe problemet e brendshme që kishte vetë Venecia. Të dyja këto ndikuan që tashmë ai ndikim që kishte Republika Veneciane në territori shqiptare mos ishte aq i madh sa që ishte më përpara. Në fund, pas një periudhe të gjatë të dominimit venecian, osmanët pushtuan plotësisht territorin shqiptar, duke përfshirë dhe ato pjesë që dikur ishin në administratën veneciane.
Republika e Venecias ushtroi ndikim të madh pranë territorin e Shqipërisë, kryesisht në pjesën bregdetare, duke pasur një ndikim të thellë si në aspektin kulturor, ekonomik, por gjithashtu dhe në administratën e këtyre territoreve. Mund të themi se ky ndikim do të zhduket përfundimisht vetëm në periudhën kur do të ishte vendi tërësisht i pushtuar nga osmanizmi. Ky ndikim nuk do zhduke asnjëherë, se përndryshe nuk do ekzistonte opera Rozafa, apo jo, në Jaret, apo jo, sepse është ndikimi venecian, i mbivendosur ndikimi austriak, që e shpjegon këtë, pastaj ndikimi italian që e shpjegon këtë shkëlqim të Shkodrës, apo jo? Sigurisht, Shkodra, fillimi i ndërtimit të Kalas Shkodrës ka qenë 600 vjet para erës së re, ose para Krishtit, edhe është pra një gjë shumë e vjetër. Albani me zi po pret që të përfshihet në të... Alban, po do të përfshin këtë pjesë bisedës me një ngacmim që unë ja bëra një historianit njohur të mesjetës shqiptare, nuk po e citoj, do kem rast ta trajtojmë këtë temë, ndoshta t'ju ftoj dhe juve, kur i thash si shpjegohet që në historiografinë shqiptare ne nuk kemi marrë me këtë, po themi me këtë zhvillim, me këtë territor, për të vendosur pikat mbi i, që pse venecianët e kanë quajtur ashtu, a lidhet thjesht me faktin që shqiptarët, në fakt që venecianët ishin popullsi e vogël, që thjesht fuqi e madhe detare i pushtonin këto porte, qytetet porte, që kishin dhe kështjella dhe vendosin krye kështjellar shqiptarë që ishin besnik. Me çfarë lidhet ky emërtim sipas jush? Pikës pari të them mirëmbrëma kushëriu tim, pasi ardhi me vonesë dhe juve ju përshëndeta parë, kështu që mirëmbrëma David. Atëherë, përsa i përket çështjes të Albania Veneta, të Venecias, ne duhet të bëjmë një çik digresion, të kthehemi pak mbrapa në historinë e qytetërimit tonë evropian. Duhet kujtojmë se banorët e parë të Venecias ishin një mist midis etruskëve dhe venetëve. Venetët ishin ilirë aq sa ishim dhe ne. Prandaj, po të kthehemi në histori, kuptojmë pse ishte kjo afërsi e venetëve gjithmonë me territorin e Shqipërisë të atëhershme apo të Gadishullit ilirik. Pasi shumë herë ne gabojmë duke emëruar Gadishulli Ballkanik, që është një krijim shumë i vonshëm i shekullit 19 dhe është tërësisht i gabuar si shprehje. Ky quhej gjithmonë Gadishulli ilirik dhe ne duhet të kthehemi edhe një herë në origjinë që të fillojmë dhe ta quajmë ashtu siç ka qenë gjithmonë. Ndërsa përsa i përket Albanisë Veneta, ajo fillonte që nga delta e lumit Po, në mënyrë origjinale, dhe shtrihej në gjithë bregdetin dalmat, vinte deri në Shkodër, hynte në Durrës, vazhdonte në Vlorë dhe ulej më poshtë deri në Ardh dhe Prevec. Kjo ishte Albania Veneta. Kjo ishte Albania Veneta. Pasi ne njohim vetëm një pjesë të saj e cila është hulumtuar nga historianët, por nuk njohim. Më fal, Alban, që unë që të nxjerr nga do në suksesshëm ose pa suksesshëm nga kjo lista e këtyre, do të me gjithë respekti për ata njerëz që nuk janë historian, por që merren me histori. Se njëta gjë, zbulimet më të mëdha në shkencë zakonisht nuk kanë bërë ata shkencëtar që kanë qenë të fushës, por janë marrë me fushë tjera, me fushat tjera. Cilët janë burimet që e konfirmojnë këtë që thoni ju, pra që Albania Veneta kishte ishtrije kaq gjërë, që zinte fill që nga Preveza duke shkuar deri, më thatë ju, mbi Zadar, apo jo? Po, atëherë, këtu në një minutë do të argumentoj sa gjëra që janë shumë interesante. Po shikon, nëse zgjatesh, nuk do kemi kohë që të flasim për papët shqiptar. Pikërisht. Atëherë, ne duhet të bëjmë një kompromis mes nesh që të kuptojmë që historia zhvillohet në dy drejtime paralele, që janë, e para është ajo që është politikal korrekt, që janë historianët e akademive, historianët e legjitimuar, të cilët paguhen nga taksa paguesit, nga ne të gjithë, për të bërë historinë. Dhe një tjetër që bëhet, që është ajo historia jo politikal korrekt shumë herë, por është historia që e bëjnë dashnorët e historisë. Ato dashnorë që e duan në mënyrë fatale vendin e tyre. Dhe unë bëj pjesë në këtë kategorinë e dytë. Po, në këtë kategorinë e dytë që janë njerëz që japin gjithçka për të arritur qëllimin final, që është nxjerrje në burimet. Atëherë, burimet... Dashnorët na japin burimet. Atëherë, mbi Albaninë Veneta ka shkruar një filozof Jon i Shquar, të cilin unë e kam në dorë, tash po e trajtoj dhe është pjesë e librit të ardhshëm që do dalë brenda vitit, që quhet Niccolo Tomeo,
Nicolò Leonico Tomeo, ne njohim në Shqipëri si Nikola Thomaj. Ky ishte filozofi... Ka shkollë Durrës me emrin Leonik Tomej. Po, mes shekullit 15 dhe 16 ishte filozofi më i famshëm në Evropë, së bashku me Erasmus të Rotterdamit. Erasmus e dim gjithë që është edhe i projekti evropian Erasmus. Ai përktheu nga greqishtja e vjetër apo jo? Ai arriti disa pasazhe të pa deshifrueshme që ishin të interpretuara por jo të përkthyera të një filozofi tjetër Maqedono i Lirë, Aristotelit, i përkthej duke përdorur shqipen në mënyrë të jashtëzakonshme, arriti që të përkthente shumë pasazhe. Pra, për të kthyer prapë tek Albania Veneta, ka lënë shumë dëshmi Tomeo në lidhje me Albaninë Veneta. Ai dedikon disa pasazhe të veçanta, ka qenë dhe rektor i Universitetit të Padovës dhe është një figurë multidimensionale. Tomeo pak i lëvruar në Shqipëri për fat keq. Pra, ky është një ndër hartuesit kryesor të çështjes së Albanisë, hulumtuesi kryesor i Albanisë Veneta. Pastaj kemi dhe pjesë tjerë. Kemi në periudhën që ne po flasim të Albania Veneta, kemi dhe një shkollë që u bë shkolla e parë e huaj në Venecia, që ishte shkolla e parë shqipe në vitin 1442 themeluar, e cila unë kam gjetur shkrime të asaj kohe në bibliotekën e Venecias, të cilët i referohen pikërisht një harte që do e publikoj dhe atë me gjithë shtrirjen që shkon deri në ardh dhe prevez të Albania Veneta, gjithmonë me shkputje. Ndalojmë këtu se kemi pyetje këtu nga... Zoti Kraja, përshëndetje, më lindi një pyetje për ju. Ju keni shkruar libra edhe në gjuhën italiane, duke synuar si kombëtarisë çka që e keni bërë vazhdimisht në gjithë jetën tuaj, që ti tregoni italianëve gjithë kontributet e shqiptarëve, konkretisht 24 perandor dhe 4 pap shqiptar në Rom apo Kosova, mbijetesa e një populli. Megjithatë, vihet re një tendencë që shumica e studiuesve që shkruajnë historinë ta bëjnë këtë në gjuhën shqipe, ndërkohë që ka disa të vërteta historike apo lidhje me origjinën shqiptare, të cilat duhen bërtitur më tej edhe në rrafshin ndërkombëtar. Si e shikoni të ardhmen lidhur me këtë, lidhur me gjithë ata studiues që zgjedhin të shkruajnë në gjuhën shqipe? Pra si të vërteta kaq të fuqishme marrin audiencë ndërkombëtare, po dhe të kalojnë filtrin e cilësisë. Rëndësi ka që të shkruhen. Ato në çfarë do gjuhë që të shkruhen, mbesin, pasi carta canta, i thojnë italianët, dhe letra e shkruar gjithmonë mbet në arkive dhe mbet ajo letra e shkruar që kanë lënë pararësit tanë, ne sot po e nxjerrim. Pra, përmes letrës së shkruar ka gjithmonë argumente të cilat nuk mund të tjetërsohen, pasi nëse mesin vetëm verbale, ato janë subjekte i ndryshimeve të padëshiruara nga njerëz që janë qëllimisht o tendencialisht... Alban, jemi thuajse në fund të hapësirës me keqardhjen më të madhe, domethënë, natyrisht kërkojmë ndjes David, jo, dua vetëm që të më pohosh se në fakt këto janë Këto të tuat janë mësime të thjeshtëzuar edhe për brezin e ri. Kuptojnë që brezat e fëmijëve tanë ta kuptojnë atë qytetërimin të cilit i përkasin, natyrisht të ushtrojnë më shumë presion të klasa politike që në qeverisë për të thënë që shiko se ku kemi qënë dhe pse jemi kaq keq. Se kjo është nga pikpyetjet më të dha, por me simbolik punohet gjithmonë me simbolik. Ne të them vetëm këtë që në shekullin e 4 para erës tonë, Veneto, pra Demosteni, dim kush ishte Demosteni, i quante Ilir Veneti. Pra ai i kishte dhënë të emërim sepse ishin të tillë, ishin ilir. Shiko, dhe duhet të kujtojmë që Më thuaj, domethënë bëj një doja që të përmendje ato figura të cilat i kanë dhënë qytetërimit, natyrisht nuk jam duke i quajtur shqiptar, po themi shqiptar nga gjaku, sepse etnia shqiptare është më e mëvonshme, por me origjinë lira, maqedone, ka një shkollë tjetër që thotë që shqiptarët janë maqedon, por që i kanë dhënë qytetërimit, disa nga ato arritet më të rëndësishme, qoftë në pikpamje të krishtërimit, të kodeve,
e tjera e tjera. Fillojmë tek i pari që është një nërmës shuarit. Për te papave që thaj do flasim pastaj në origjinë shqiptare, kemi Konstantinin e Madh. Konstantini i Madh ishte themeluesi i perandorisë romano dhe Konstantinopolës. Bravo. Po Konstantinopolën për çfarë bëri ai? Sepse këto janë njerëz të fuqishëm që kanë folur me simbologji. Na kanë treguar rrugën. Ai e bëri Konstantinopolën vetëm për një arsye, që të jepte ilirëve, pra shqiptarëve të atëhershëm, një kryeqytet, një Rom të tyre. Pra në Romën e lindjes ka qenë Konstantini, në Romën e perëndimit. U bë qëllimisht nga ai që të shpuste pra ilirët e Italisë, sepse në Itali e dim që banorët të parë kanë qenë ilirët. Ettore Pei, që është një ndër historiantë më të famshëm të Italisë të shekullit 20, është sardaj me origjinë. Ai thotë, gjithë bregdeti lindor i Italisë është i banuar për herë të parë nga ilirët, domethënë nga shqiptarët e lashtë. Dhe ajo që ne sot akoma vazhdojmë në mënyrë të gabuar të quajmë Manja Greqe në Itali, është Manja Albaneze. Lutem, të flasim për kodet. Atëherë, kodet, pa tjetër, kodet e skutarit. Jo, të skutarit janë vetëm si pasojë e kodeve tjera, e kodifikimit Justinianit, apo jo? Atëherë, Justiniani është ai që bëri gjithë shkat për të lënë edhe një sistem drejtësie, pasi edhe justicia në Itali me emrin pikërisht nga Justiniani. Pra, në këtë kohë ne kemi pasur pra Justinianin, kemi pasur Konstantino Magnon, kemi pasur dhe Nikit Dardanin, që ne nuk e kujtojmë që Davide një mirë kush është ai që ka bërë Te Deum, pra që çdo të diel nëpër kishat e botës i bie muzikës Te Deum, që është bërë nga një shqiptar, nga Nikit Dardani. Ne kemi pastaj për Nikit Dardanin kemi gjurmë që mund ta themi lirisht që është shqiptar, se gjurmët shkojnë, pra janë të lexueshme, të identifikueshme, por pastaj kemi paradokë të fuqishëm si Aureliani, si Diokleciani, si Claudio II, të tjerë që janë figurat të dimensioneve të jashtëzakonshme. Alban, unë t'jap fjalën që në misionin e ardhshëm në vitin e parë do të jetë Davidi dhe do të flasim për arritjen e tij më të madhe. Mund ta quaj lirisht arritjen e tij më të madhe. Kam shkruar edhe një operë tjetër në 2010, por jo me subjekt shqiptar, në gjuhën italiane, ka qenë La vita e sogno me libret Pedro Calderón de la Barca, një autor spanjol. Nëse ma jepni fjalën për të hënën tjetër që ju të jeni ftuar, nuk e dim nëse ajo lejon agenda juaj profesionale, dhe Albani do të jetë dëshmit bashkë me zonjën. Unë duaj që të jetë zonja në emisionin e ardhshëm dhe të vazhdojmë temën për kontributin e atyre pararzëve tanë. Nuk po e quaj pararzëve tanë, po e relativizoj pak, po pa e mohuar vijën tonë, prejardhjen tonë prej tyre, pra discendencën, po e themi me fjalë tjera. Si motiv krenarie për brezat e rinj, por edhe si moment reflektimi, sepse unë nuk bëj pjesë e kategoria atyre intelektualëve të cilët e valvisin me krenari origjinën shqiptare, për të rivendikuar diçka aktuale, pra për të thënë që shkon në atakon gjysmë e Ballkanit apo gjithë Ballkani apo edhe pjesë të Italisë, po për të hyrë mendime, pse jo dhe mënyrë të trishtueshme, që pse jemi kaq keq, pse atëherë ishim kaq mirë, pse individi shqiptar në sisteme të tilla si ato sistemet perëndimore ka arritur suksese kaq të mëdha, ndërkohë që ne nuk jemi më të parë të Ballkanit, nuk jemi të parë të Evropës, nuk jemi themelues të qytetërime moderne si sot. Ne kemi humur shumë momente historik të rëndësishëm në këtë kontekst. Do flasim, besoj, jap fjalën që nëse ja u lejon angazhimet të dyve, që në të hënën e ardhshme të vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Kështu që të bëj vetëm një citim të vogël të këtyre momente. Ta mbyllim me këtë citim, po. Ishte me Konstantinin e Madh. Po, me Konstantinin e Madh që bëri pra këtë Konstantinopolin për ne. E dyta, ishte Albania Veneta, që ne nuk e kapëm mesazhin. Claudia Augusta ishte Shkodra, Claudia Augusta e quanin ato, dhe do ishte kryeqyteti i kësaj Shqipëri Venete që ato po përgatisnin. E humbëm dhe këtë trend. Napoleon Bonaparte bën për herë të parë le province ilirike, dhe ai bën governator në atë kohë August Marmont. Unë kam gjetur dorëshkrimin e tij me Napoleon Bonaparte, i cili kishte dhënë urdhër që të takojë me Bushatlit dhe me Ali Pasha Pelenën për të zgjatur provincet ilirike dhe për të bërë edhe një herë shtetin ilir. Pra dhe këtë prapë ne, por ne vazhdojmë sot
nuk e shkruajmë historinë tonë vërtet dhe vazhdojmë të konsiderojmë 1912-ën si vit i krijimit të shtetit shqiptar. Ai është vit jo i themelimit të shtetit shqiptar, por është vit i pavarësisë nga Turqia. Themelimi i shtetit shqiptar është minimumi 1444. Do flasim se kjo është një temë shumë e dashur për mua. Unë të falenderoj që gjete kohën që pas një udhëtimi kaq të gjatë në Angli, të bashkohesh me ne në këtë emision. Unë të uroj suksesën gjitha veprimtaritë tuaja njerëzore, patriotike, kombëtare, kulturore, personale, ashtu edhe maestro David Tukiqit. Faleminderit. Duke shpresuar që do ta kem në vitin e parë. Së bashku me Albanin. Së bashku me Albanin, por edhe me zonjën. Insistoj të thënë. Kalojmë në pjesën e dytë, në cila gjithashtu është na jep një motiv krenarie si shqiptar. Shqiptar po demonstrojnë fuqi në arenën europiane, nga ato lloj fuqish të buta, por jo të parëndësishme. Shqiptar do të udhëheqin njërë nga federatat më të rëndësishme sportive, Federatën e Peshkngritjes Evropiane, nëpërmjet një të riu shqiptar nga Kosova, Astrit Hasanit, dhe do të flasim me Astrit Hasanit, do të flasim edhe me prindrit e tij për të kuptuar origjinën e këtij suksesi. Na ndiqni në pjesën e dytë të Një Shqipëri.